Shikues nderuar, ju përshëndesim rikthyer sërish në TikTok ku do ndalemi ditën e sotme, sërish tek zhvillimet më të fundit në vendin tonë do të flasim për protestën që po organizohet tashmë në Tiranë. Dhe kam të ftuar ditën e sotme për të diskutuar mbi këto zhvillime zotin Skënder Dika. Ju përshëndes zoti Dika. Përshëndetje zonjë, kërcyer të ju dhe të rishikuesve tuaj. Ju falenderoj. Atëherë zoti Dika, për ta nisur me atë çka po ndodh tashmë në vendin tonë në lidhje me protestat, ju si e keni parë të gjithë val protestash dhe pse mendoni se qytetarët kanë dalë në rrugë pikërisht në këto momente? Tani të flasësh për protestën do të jesh shumë i kujdesshëm, sepse informacioni lidhur me protestën për 40 e ca ditë rradhë ka krijuar dhe lloj inflacioni. Thuhet shumë, flitet shumë, kanë kraje që ndryshme, ka pika qëndrimi edhe shikimi të ndryshme. Unë do mënon të jem original në optikën time, do të them atë që mendoj unë. Me të thënë drejtën, protesta për mendimin tim erdhi si një rufe në qiell të kaltër. Dhe vërshoi sheshe të brenda Shqipërisë dhe jashtë nëpërmjet diasporës, siç vërshon lumi me prurë e tij të paparashikuar në vjesht. Kjo protestë shumë veta për të relativizuar, thonë çfarë solli, çfarë bëri. Unë për veten time kam radhit 5 pika kardinale që kjo protestë i ka goditur, i ka realizuar deri në sot. Kjo protestë e deri tanishme pushtetit ja zuri në fyt rehatin. Opozitës i prishi gjumin dhe ëndrrat. Qytetarëve i vrau frikën dhe u ringjalli shpresat. Ndërkombëtarëve i tërhoqi vëmendjen dhe u tha të vërtetën, Ramës i grisi maskën dhe i theu mitin përballë qytetarëve. Të gjitha këto rritje janë të paparashikuara dhe të pamohueshme. Kush ka mend, kush don, kush ka durë dhe moralin e pastër i sheh. Kush bën pjesë nga ato që ju ka prishur rehatia dhe i ka dalë zullumi hapur, nuk don të shohë dhe s'ka për t'i pa kur sa do që të flasim ne. Zoti Dika, çfarë mendoni se e dallon këtë protestë qytetare nga protestat e mëparshme politike që janë zhvilluar në vendin tonë? E bukura e kësaj proteste është pikërisht kjo. Morfologjia sociale e pjesëmarrjes është e tillë që krijon vështirësi kapitale qeverisë, sepse nuk din çfarë të godasin, nuk din çfarë të telefonojnë natën në shtëpia, nuk din çfarë të kompromitojnë. Është bë plotësisht i ka dalë nga kontrolli. Kjo është vështirësia më e madhe që ka qeveria përballë kësaj proteste. Ndërkohë, kur bën opozita, kërkon të ti vende fajin e ka Berisha, fajin e ka Ndoka, fajin e ka ky, fajin edhe godistin. Këtë nuk din çfarë të godasin. Janë gjendur komplet të papërgatitur. Pse thoni se opozitës tashmë i është prishur gjumi, zoti Dika? Cila është arsyeja? Të them drejtën, unë jam një person që jam i lidhur në mënyrë të pazgjidhshme me opozitën, por kam normat e mia, standardin tim moral që kur e ka gabim, them e ka gabim. Unë nuk e pranoj kollaj rreshtimin, rreshtohem, por është fjala për të bashkërenduar forcat e mia, sepse dim gjithë që politika është lojë skuadre, nuk është lojë individuale. Unë jam artist. Në art nuk kam nevojë të bashkërendoj forcat me kërkënd, sepse shpreh talentin tim në mënyrë individuale. Në politik nuk bëhet kjo punë. I detyruar. Unë të shtyp për të rregulluar Shqipërinë, nuk mund të bashkëpunoj me opozitën. Që kanë vërejtë, jam i detyruar të bashkëpunoj me opozitën. Por fatmirësisht për moshën që kam, unë kam njohur 2 parti demokratike, 2 Sali Berisha, 2 opozita që nuk ngjajnë fare me njëra tjetrën. Partia Demokratike sot nuk ngjan fare me Partinë Demokratike të viteve 90. Edhe doktor Berisha është shumë larg doktor Berishës që ishte në vitin 2019. Ka 1000 arsye mbrana, mund të jetë objekt një analize tjetër, nuk është momenti të shih, po. Unë kam qëndrime kritike ndaj opozitës, e them hapur. Me dashamirësi, po pa pasat e tendencë për ta denigruar, më dhem kur flas, por realisht është kështu. Unë këtë kërkoj edhe nga shumë deputet majt, që unë nuk i fus kur në një kategori janë gjithë hajdutje, ka njerëz mjaft ndershëm atje, të dalin nga rreshje, të ngrihen lartësinë morale që i takon një njeriu të ndershëm.
I thonë jo ati rjeshtimi që po bon kaq zullum, kaq dom shoqërisë shqiptare. Edhe e pres nga ditë në ditës, do të ndodhi kjo. E pres. Pse mendoni, zoti Dika, se opozita ka qenë disi e larguar, pra Partia Demokratike, ndaj kësaj proteste, ndoshta edhe për të qenë pranë qytetarëve, por nga ana tjetër edhe për të dalë me disa kauza për vendin? Shiko, Partia Demokratike padyshim që man peshën më të madhe të akuzave, por nuk është e vetme, sepse ka edhe parti tjera opozitare, edhe pse të vogla kanë pjesëmarrje me deputet në parlament. Thajmë opozita, nuk e kam vetëm për PD-n, e kam për gjithë. Unë me thënë drejtën i kam shkruajt edhe zotit Agronshehu, ke profilit tij, edhe doktor Berishës, qëndërimet e mia. Jemi pak kënaqur nga të gjithë, edhe protestën disi në farë mënyre unë shoh të tradhtuar pak nga opozita shqiptare. Po, krerët e këtyre partive të vogla, zoti Dika? Urdhoni? Krerët e partive të vogla kanë qenë aty me qytetarët, pra kanë qenë në shesh. Shiko, në planin individual, Agronshehu ka bo video, ka qenë aktiv, sa që merr çmimin kampion. Por në planin partijak është zero. Nëse unë do i bëj pyetje atij, çfarë të reja ka sjell për shkallëzimi i partisë tij në mbështetje të protestës, nuk ka sjell asgjë. Ai si parti s'ka marrë asnjë vendim, i ka marrë gjithë si individ. Individi është tjetër. Këtë punë e kam edhe për doktor Berishën. Individi është tjetër, partia është tjetër. Partitë e opozitës shqiptare nuk kanë dalë me një vendim institucional. Për shembull, kam vlerësime për pjesëmarrësit e protestës, sepse aty vinë njerëz që kanë votuar Edi Ramën 3-4 rresht. Patjetër. Vinë njerëz që janë ajo shtresa gri që nuk i intereso fare politike, por fatmirësisht janë aktivizu, kanë vunë interesin kombëtar në pa dhe janë përfshirë. Vinë dhe të djathtë. Të djathtë që janë të panaqë nga opozita. Kurse në politik nuk arriti të dalë ky kapërcim. Secili ngeli në llogorën e tij dhe nuk dolën për interes të dheu të bashkoheshin. Ishte desh opozita shqiptare, Edi Rama do kishte mbi 2 javë që i kishte bërë drejtjen. Po donte opozita shqiptare. Zoti Dika, gjatë gjithë këtyre ditëve të protestës dhe shëndrimet që kanë mbajtur vetë kryeministri shqiptar Edi Rama sa i përket këtij organizimi të protestës, mendoni se qeveria po e kupton seriozisht mesazhin e të gjithë protestuesve, pra edhe ato 5 pika të cilat janë lexuar nga grupi organizator i protestës? Qeveria padyshim që e ka marrë, e ka lexuar mesazhin, edhe pse në opinion publik tregohet sikur është e pashqetësuar, por ajo është shumë shqetësuar, prandaj thash dhe në fillim ja ka zonë fytyrë atij. Nuk janë, ato rehat nuk janë më komod. Sepse i ka vrarë dhe një armë tjetër Ramës që ka pas shumë të fortë komunikime me ndërkombëtarët. Si një mjeshtër i medias, Rama ka ditë të loboj, ka ditë ku të mbështetet. Jo për qëllim, unë e kam thënë vazhdimisht, çdo politikan në Evropë mban këshilltar. Rama ndryshe në tjerët mban sekser. Mirë për ndryshimi i madh, për atë që kupton diferencën midis sekserit dhe këshilltarit. Sekserët zakonisht merr me punë të pista, këshilltarët merr me punë dobishme. Rama uzohet gjithmonë nga sekserët çfarë lëvizje të bëjë. Dhe po të analizosh lëvizjet e Ramës janë kontradikt me njëra tjetrën, që të gjitha. Ai ka qëllim vetëm kozgjatjen e karrikës tij dhe asgjë tjetër. Nuk ka asnjë qëllim tjetër. Çfarë duhet të bëjë në këtë rast qeveria, zoti Dika, ndoshta për të ulur të gjitha tensionet tashmë që janë krijuar, por nga ana tjetër ndoshta edhe për të hapur një dialog me qytetarët nëse ata do të pranonin? Shiko, qeveria e ka humbur shansin, qoftë për dialog, qoftë për të gjithë problemet, sepse është aty në akuzë. Nuk është si pjesë e zgjidhjes, po është si pjesë e problemit. Edi Rama nuk ka asnjë lloj pritshmërie që mund të rregullojë gjë në këtë vend. Dhe këtë gjë ka kuptuar shumë bukur morali që bën bashkë protestën. Prandaj një ndër pikat kapitale nga pesta është dorëheqja e Ramës. Rama nuk është më pjesë e zgjidhjes, por është pjesë që ka krijuar problemin. Dhe gjithë zgjidhjet morën rrugë vetëm pasi Rama të hiqet. Çfarë mendoni?
mjeku të kuroj dhimbjet e kokës kur një të mall ka marrë infekcion. Puna parë do hiqet malla infektuar, pastaj kurohet dhimbja e kokës. Rama është malla infektuar në kokën e shoqërisë shqiptare. Mendoni se nëse do të ketë ndërheqje të kryeministrit shqiptar Edi Rama, do të ketë një kurim po i shuaj, pra ashtu si thatë edhe ju më pas? Është vetëm rrugë, jo se mendoj unë, nuk ka rrugë tjetër. Nuk ka rrugë tjetër. Mënyra se si është polarizuar sot diskursi publik në Shqipëri, sepse gabojnë këto të pushtetit, gjithmonë ngrej një dronë aty ku ka shumë njerëz e prishin dronin, ku ka pak e ngren, edhe thot, pa ajo është relative dhe abuzive në fakt, sepse dronin mund ta ngresh 2 orë para dhe kap më pak njerëz, nuk ka realitetin, është abuzive. Megjithatë ato i remene që i kanë efekt, ato e përdorin. Nuk është numri, është forca e mesazhit. Populli shqiptar nuk është më dakord me këtë lloj qeverisje, por nuk është dakord edhe me gjithë politikën shqiptare. Kur thesh i ka prish gjumën opozitës, opozita shqiptare ka shkuar aty në parlament, zhvilloni edhe në përditshme, kanë mundësi të komunikojnë me njëri tjetrin, kanë mundësi të kurojnë bizneset e tyre. Edhe presin kur të vijë mandati mas 4 vjetësh, mirë po shqiptarët nuk e kanë më këtë durim. Nuk e kanë. Është luksi është opozitar sot me 3-4.000 euro rrogë deputeti me favore që krijon në relacione shoqërore aty në parlament, është luks i madh. Mirë për shqiptarët nuk është luks. Unë i kam njohur nga afër demokratët kanë 13 vjet që dhunon, që persekutohen, që matë qëndrim, që nuk futen në punë, kanë zgjedhur vetëm rrugën në Kurbetit si zgjedhje. Nuk kanë më durim me prit ato. Por këtë ka humbur edhe opozita ka humbur kredibilitetin e vet. Nëse opozita e donte vërtet ta mbështeste protestën, do të mjaftonte 20 deputet më të ri, të gjitha partitë opozitare, qoftë ai që ka dhe një deputet, ti bashkoheshin me njerëz që kanë një lloj shëndeti për të përballuar dhe sakrificat e grevesurisë. Unë njoh historinë e politikës shqiptare, në 91-shin ka ra qeveria e Patos Nanës kur pa fitu zgjedhjet Partia Socialiste mas një viti, nëpërmjet një grevorie që u bën në minierën e Valisit. Ra qeveria do bën zgjedhje të tjera. Në 97-ën po ashtu ra qeveria e Berishës, nga një grevorie që u bën nga studentët në Vlorë, dhe u kryu një qeveri teknike. Unë kam qenë atëherë kryetar bashkirën Shqak, Bashkim Pino kryetar bashkirën Gjirokastër. Bashkim Pino u zgjoll kryeministri i qeverisë teknike. Pastaj bën zgjedhje të tjera. Kemi 2 precedent që flasin për rrugëzgjidhje institucionale pa dram. Sot shumë njerëz që duan mbështesin pushtetin e kondicionojnë me një dramë të madhe. Mirë që i Rama, po si të zgjidhet? Është shumë e lehtë. Një qeveri tranzicioni për një vit do ta ketë mandatin në kufizuar, do organizojë zgjedhje të ndershme, do të shkatërrojë rrjetin që unë do ta quaj rrjetin kriminal të patriotishtëve, që gjysmën e ndau Rama këtë popull e çoi shtetit, gjysmën e merrnë. Gjysmën tjetër e ka dhënë për gjysmë prap. Gjysmën e ka bën patriotisht, gjysmën në të patronazhum. E ka sakatuar këtë popull, e ka bën copa. Ky është një shërbim kriminal që as Amikus na ka bë, që i ka bërë Rama kësaj shoqërie. E do t'japi llogari një ditë për këtë që ka bë. Patronazhistët është domi më i madh që ka Shqipëria. Duhen zhduk, nuk ka zgjedhje me patronazhist. 1000 herë më po, 1000 herë i vjedhën dhe i merr pushteti. Nuk ka zgjedhje. Duke qenë se tashmë edhe protestat po zhvillohen në kushte të vështira për atmosferike, mos harrojmë se jemi tashmë në verë, dhe duke parë se qeveria nuk ka ndryshuar qëndrim, pavarësisht se është bërë një muaj e pak për atë ditë proteste, sa potencial ka që kjo lëvizje të vijojë edhe më gjatë dhe nga ana tjetër cilët janë faktorët që ndoshta mund të përcaktojnë të gjithë qëndrueshmërinë e kësaj proteste? Shiko, çdo gjë do të varet ke durimi dhe insistimi i protestuesve për ta çuar para të rrugë. Sepse unë thash, Rama si Garambër nuk është më Edi Rama që ishte përpara. Ju e pa dhe në samitin e Turqisë, Rama qëndronte ulur, gjithë politikanët vizitonin me njëri tjetrin, aty si afrohesh kush. I kara komplet ai imazh i fallco që kishte ndërtuar. Sot bota perëndimore dhe vetë Amerika pa e kupton sa i lidhur është ky njeri me pushtetin e krimit, me pushtetin e oligarkëve,
Ky u bë 13 vjet pushtet, s'ka bën një diskurs ekonomik as Parlamenti Evropian as Parlamenti Shqiptar. Ky si ka shpall luftë një klani kriminal në Shqipëri, që thoshin nuk i thu dot se thot gjithë bota që ka. Rama s'ka një objektiv luftë një klan kriminal, përkundërzi i ka bazën e tij me të cilët vjedh vota. Rama ajo çdo ditë protesta i hek një sapat trungut të madh që është Rama. Çdo ditë i hek një ashkël. Vetëm qëndrimi, asgjë tjetër, rezistenca. Duke qenë zoti Dika se kryeministri Rama në të gjitha reagimet e tij të fundit ka bërë disa dallime pra mes qytetarëve që shprehin të gjitha shqetësimet reale në protestë, por edhe përfaqësuesve politik të opozitës ndaj të cilëve ka përdorur një gjuhë të harshë gjatë gjithë reagimeve të fundit. Si e interpretoni të gjithë të strategji komunikimit të kryeministrit shqiptar dhe mendoni se po synon tashmë ndoshta qeveria të ndaj protestën në disa segmente të ndryshme? Rama ky shvillim ka bërë strategjinë e tij ndaj protestës. Që ta eliminojë se eliminon dot. Dashje pa dashje, protesta është një faktor i madh politik sot në Shqipëri. Ma shumë më i madh sa vetë opozita. Atëherë, ta godasi nuk ka forcë. Ka forcë ta relativizoj. Edhe shmar gjithmonë duke i vendos bishta. Po të shikoni nëpër studio shërbëtorët e oborrit politik, të vetmi mision që kanë kërkojnë me i vu bishta. Nuk i takon të filonit, nuk i takon të filonit. Harrojnë thirrjen e fashme që bëni Mustafa Nano të mlidhen gjithë qelpsirët e Shqipërisë vetëm të rrëzojnë Berishën nga pushteti. Pra, morali i tyre që sot janë pushtet ishte ky. Edhe ne do të pranojmë edhe një njeri që pas ka marrë një gjop nga policia, një njeri që ka një gjot tjetër, ka ardhur protest. Ati nëse i hiqet e drejtë e protestë, i hiqet me vendim kyçi, jo me opinionin e qeverisë. Nuk ka drejt qeveria me dhënë opinione. Qeveria ka detyrë me dhënë llogari. Qeveria është aty për të dhënë llogari qytetarëve, jo për të dhënë opinione qytetarëve. Janë qytetarët që japin opinion për qeverinë. Duhet ta dinë gjithë këtë punë, qeveritarët dhe qytetarët. Zoti Dika, nga ana tjetër, ndërkohë regjia më ndihmon pak edhe me pamjet që janë pas meje. Si komentoni të gjitha këto pamje që kanë ndodhur në protestë, ku ka pasur sigurisht qytetarë të arrestuar, gjë që nuk ndryshonte asgjë nga ajo që ndodhi në Zvërnec pra nga policia private. Si komentoni dhe ndërkaq ka pasur edhe akuza se është ushtruar dhunë ndaj qytetarëve në komisariatin numër 3 të Tiranës? Rama me këtë që bëni zbuloi atë që mundon të ta mandë të fshehur. Në radhë dhe policisë shtetit ka militant politik. Ato nuk mundin ta fshehin urrëtin që kishën mërna dhe spostu ligjin vendosin urrëtin. Me ligj, policia nuk mund bëhet derogim. Nëse kjo protestë ka pas një në Shqipëri, 40 vjet protestë paqësore ka qenë kjo. Se ka pas në herë, ka qenë kjo. Edhe të kish akuza nga Taulant Balla që godet me grushta policin me 21 janar, që këtë që e këtë dhunshme, kjo është fundi botës. Që policia është në shkelët plot me ligjin dhe në demonstrim plot që është militante politike aty gosht. Nuk është policia shtetit. Zoti Dika, nga ana tjetër, nëse kjo përballje do të vazhdojë dhe të dyja palët pra nuk do të ndryshojnë qëndrim qoftë nga ana e protestuesve dhe qoftë nga ana e kryeministrit Edi Rama, pra që nuk do të dojë të japë dorëheqjen, cila do të ishte zgjedhja më e mundshme? Zgjedhja e mundshme ka disa rrugë. Rruga e parë është drejtësia të vazhdojë punën e vet, e mbështet edhe nga faktorit ndërkombëtar, të nxjerrë gjithë dosjet që janë në sirtar. Dhe mjafton të godasish krimin ke godit qeverinë, se kjo qeveri është lidhur në mënyrë të pazgjidhshme me botën e krimit. Mjafton të hapesh një dosje ke një qeveritar. Kjo bjen nga drejtësia. E dyta, bjen nga vota e mosbëjsimit marrë në parlament. Nga ndërgjegjësimi i deputetëve të majt, që unë shpresoj që dhe ato, po t'i vesh meni ka Rama, shteti e Ramës, vetëm Taulant Balla flet për favor të Ramës, as një deputet tjetër nuk merr më diskurse publike me mbrojtje Ramën. Edhe Taulant Balla është shumë interesum sepse është i përfshirë në shumë dosje tek Skaj Kroçati.
ka dhe i hallin e vetë, përndaj, se s'ka rrugë tjetër, për të o Burgo o Rama, s'ka dy zgjedhje ai. Për ne i mbështetet aq shumë Ramës. Rama e ka marrë, se e peme që e ka marrë anën, edhe çështje kohë, çështje modaliteti. Rama po studion pas dorëheqjes veprimet, a do kem vota më në parlament, sa vota mund kem, si mund mbromi me kartonin. Nuk e ve mund diskutim Rama që do jetë kryeminist i Shqipëni. Asa i vetë, nuk e ve mund diskutim. Duke qenë se do dika se përmend të drejtësinë, a mendoni se po arrin tashmë pak të mbroj edhe të veproj pra në mënyrë të pavarur, apo nga ana tjetër debati politik vazhdon të ndikojë në të gjithë perceptimin për drejtësinë? Shiko, unë e kam thonë vazhdimisht, unë jam ndër paktët që e mbështes SPAK-un, por e njoh shumë mirë nga afër vështirësitë që ka SPAK-u. Ne kërkojmë ata që se zgjidh një popull, ta zgjidhin djemtë e tij aq pak sa janë atë zyrë. Rrjeti i qeverisë, i lidhur me oligarkët, i lidhur me botën e krimit, u ka kapur gjithë strukturët e shtetit, është aq i fuqishëm, sa që duhet një lëvizje mjaft të kujdesshme dhe unë gjithmonë i vlerësoj veprimet e tyre. I vlerësoj. Zodika, nga ana tjetër e gjithë protesta ka marrë të gjitha, pra ka pasur zhvillime edhe tek mediat ndërkombëtare të cilat kanë analizuar protestën që po ndodh në vendin tonë, por nga ana tjetër kemi pasur reagimet publike të ambasadave në Tiranë të cilat kanë qenë disi të kufizuara. Si lexoni të gjithë heshtjet diplomatike, pra mendoni se është kjo një neutralitet apo nga ana tjetër është një pritje për të parë edhe të gjitha zhvillimet e fundit, pasi sigurisht kjo veprohet në mënyrë diplomatike? Unë uroj që edhe bota mediatike e Shqipërisë duhet kuptojë diçka, që qëndrimi individual i ambasadorëve në Shqipëri është ndryshe nga qëndrimi i shteteve që ato përfaqësojnë. Sepse shteti në vetvete, qeveria e vendeve dhe tyre, atje ku janë, kanë informacion nga shërbime inteligjente, kanë të dhëna që si kanë ambasadorët. Ambasadorët mjaftohen nga relacionet private që kanë në Tiranë, nga kortezia e pushtetarëve që herë shërben një darkë, herë gjë tjetër, edhe janë një çike më kortez në marrëdhënie me pushtetin, kurse qeveritë e tyre janë në pozicionin më kritik. Janë të qëndrime të ndryshme, qëndrimi ambasadorit me qëndrimi e shtetit që përfaqëson. Dhe shtetet që përfaqëson janë shumë të ashpër me qeverinë Rama se sa vetë ambasadorët e tyre në Tiranë. Nuk tregoj gjithçka qëndrimi ambasadorit. Sa i rëndësishëm është faktori ndërkombëtar Zodika në një situatë të tillë? Pra, a mund të ndikojë një reagim e partnerëve ndërkombëtar, ndoshta në të gjithë sjelljen e qeverisë, po i quaj, por edhe të opozitës, jo vetëm? Faktori ndërkombëtar për mendimin tim është gjysma e punës. Gjysma tjetër është faktori i qytetarëve në Shqipëri, gjysma është faktori ndërkombëtar. Bile Rama në Shqipëri është më i dobët, sepse e din mirë se që gjendja ekonomike është qytetari shqiptar, e din mirë që 1 kg naftë merret mashtrin sa në gjithë vendet fqinj, një pension është më i ulët sa në gjithë vendet fqinj, një qendër shëndetësore është në kondita më mizerabel sa gjithë vendet fqinj. Ai ka qenë më i fuqishëm nga kryeministët e vendeve fqinj sepse ka puntuar shumë tek marrëdhëniet ndërkombëtare. Po sot i ka radhë kjo armë. I ka radhë kjo armë në saj të punës shkëlqyer që ka bërë protesta në Tiranë. Unë jo garantoj, jo kam 29 vjet në mërgim, asnjëherë s'është folur për Shqipërinë me aq simpati sa folët këto të muaj në fundit. Dhe kjo jo për merit që është Rama në pushtet, por për merit aty në protestuesve që janë në Tiranë. Nuk i kemi ditë, më thonë njerëzit që na takojnë, që populli shqiptar që e ka një popull aq fisnik, aq kurajoz, pas ka aq vlera, një ka aq mirë demarazinë dhe vlerëso ka aq shumë problemit e ambientit. Se sot është në trendin e kohës moderne mbrojtja e ambientit. Është në rrezik i gjithë globi nga lufta, nga keq menaxhimi i ambientit. Edhe ti je sensibël ndaj ambientit, je qytetar modern sot në Evropë. Shqipëria ka ngritur shumë imazhin e vet si shoqëri me protestën. Dhe ka ulur shumë me skandalet e Ramës me trafikun e lëndëve narkotike. Kurse media pranë Ramës thot asnjëherë Shqipëria s'ka qenë më e vlerësuar në arenë ndërkombëtare sa me qeverisjen. Është e kundërta.
Nëse kemi një meritë kemi nga protesta, nëse kemi një reputacion pozitiv, unë në një mision tjetër mund t'ju shpuz dhe mesazhet që kam nga qytetarë italian, miqtë e mi që janë avokat, që janë gazetarë, që më sjellin falënderime për qëndrimin e protestës. Aq na kanë ngajt prestigjin ato djem, ato janë heroj të gjallë që lëvizën për Tiranë. Ato kanë se kishte qitë një postim të Ulan Balla, protestën edhe pjesëmarrjen tek ai kombëtar amerikan. Edhe unë po një koment, po t'i kishim dhënë protestuesit shqiptar 4 milionë gjysera një notë, do kishin rrezuar ty Ramën edhe gjithë qeveritë e Ballkanit bashkë. Po ato të shkret, po përballen me 1000 penalitetet pa moralshme dhe të paligjshme që i bën qeveria ndarkë, duke i sulmu, duke i telefonu, duke i kërcënu. Edhe po shkojnë atje, ato janë heroj gjallë. Unë këtu në kam po 2 protesta në Romë bashkë me miqtë e mi, pro atyne, edhe do vazhdoj të bëj prapë. Do jem gjithmonë në krah të protestave. Zoti Dika, në fakt ka një moment kritik pra kur një qeveri duhet të zgjedh mes vazhdimit të kursit politik, por nga ana tjetër dhe hapjes ndaj kërkesave të protestuesve. Dhe pyetja ime është se ku mendoni se ndodhet sot ky moment për qeverinë e Edi Ramës? Tash i ka gjithë rrugët të mbyllur Edi Rama. Nuk ka mos zgjedhje tjera përveç dorëheqjes. Nuk ka më mundësi dialogu. Është i kapur në flagrancë. Nuk ka asnjë shans, i ka ra hapësia mashtruese, i ka ra komplet. Ka vetëm dorëheqje. Nuk ishën në vend e Ramës, por Rama është i qik peng edhe atyre që i ka hyrë garant. Është një tip kolaterali financiar tek bandat që i ka lejuar me shpenzu miliarda euro në Shqipëri dhe sot ato ndodhen në pasiguri. Se po t'ishte thjesht në zgjedhjen e Ramës është i luksi më të bëjë dorëheqje Rama, se mundësia ekonomike nuk i mungon, por nuk e ka edhe as të mundësi të zgjedhë më sot Rama, varet dhe nga të tjerë zgjedhja e tij. Nuk varet nga Rama. Zoti Dika, qeveria ka pretenduar se protestat kanë gjithashtu edhe karakter politik dhe drejtohen nga opozita pra në reagimet e tij të fundit që ka bërë, ndërsa nga ana organizatorëve këmbgulin pra se e gjitha kjo bëhet fjalë për një reagim qytetar. Pra si mund të dallohet sot kufiri mes një proteste qytetare dhe një lëvizje politike nga ana tjetër? Për në radhë parë është absurde të kërkosh një kufi midis qëndrimit opozitar të forcave politike dhe opozitorizmit mbar qytetar që ka dalë në shesh. Kur qëllimi është i përbashkët. Qëllimi është i përbashkët të hedhin poshtë të qeveri që është kapur në flagrancë në korrupsion dhe në bashkëpunim me krimin, të bëjmë zgjedhje të tjera dhe të risanojmë, të rivendosim një shoqëri me norma demokratike siç e don Evropa dhe Bashkimi Evropian dhe në Shqipëri. Çfarë keqe ka që forcat politike, unë i akuzoj që s'po mbështesin forcat politike, jo që po mbështesin. Që është absurde akuzat që ato i bëjnë. Është absurde, nuk qëndron kam. E qartë, mirë, Zoti Dika, duke qenë se jemi në fund, mendoni se kjo protest mund të jetë nesër edhe një sinjal paralajmërues pra për zgjedhjet e ardhshme që do të mbahen? Unë i bëj thirrje gjithë qytetarëve shqiptarë, gjithë forcave politike, ta mbështesin me maksimumin e forcave tyre, o sot o kur. Rama, po së ra nga kjo protest, ne mas 20 vjetësh do jemi të diskutuar për kryeministin Zau në Shqipëri, pushtetin ta mori Zau. Nuk dorëzon më pushtetin Rama me këtë kapje që i ka bërë shtetit, me këtë sistem patronazhistës, me këtë sistem korruptimi, nuk e dorëzon më. Kështu që partitë e opozitës nëse duhet dalin nga llogoret e interesave individuale partijake, duhet të bashkojnë forcët, duhet ngrejnë një çadër në parlament o para kryeministrisë, fusin një 20-30 deputet në grevori edhe do të shikoni e gjithë diaspora do të zbarkojë Shqipëri, i gjithë shqiptarët, gjithë pensionistët do të jenë favor të kësaj çadre dhe Rama të rrëzohet. Duhet mos bëjnë gjoka më partitë opozitës, po të morin të qëndrim për shkallë.